Besar, mirëmëngjesi, shohim edhe pas teje edhe forcat e policisë që janë të vendosura, gjithashtu edhe gardi metalik që është vendosur në ambientet e jashtme të parlamentit që mbrëmjen e djeshme. Cili është angazhimi i policisë për protestën e ditës së sotme? Po Iva, nga ana e strukturave të policisë është vlerësuar maksimalisht protesta e sotme e opozitës, sigurisht edhe për shkak të seancës parlamentare dhe nisur edhe nga incidentet që kanë ndodhur gjatë protestave të shkuar dhe nga ana e efektive do të jenë të angazhuar rreth 1500 punonjës, të cilët janë në gatishmëri nga disa struktura të policisë së shtetit dhe kryesisht të peshën më të madhe e kanë strukturat e rendit, të cilët janë planizuar edhe në perimetrin e sigurisë në hyrje të parlamentit, por jo vetëm, pasi ka një perimetër të gjerë për gjatë gjithë shtetitores apo pedonales dhe deri në afërsi të Ministrisë së Brendshme ka një perimetër të gjerë të efektive, të cilët janë të vendosur në të gjithë perimetrin e sigurisë së parlamentit, duke marrë në konsiderate që mund të tentohet nga ana e protestuesve të opozitës që të hyjnë në ambientet e parlamentit dhe për këtë arsye është vlerësuar që të ketë një perimetër shtesë, duke vendosur edhe kangjillat metalike dhe pas tyre të qëndrojnë dhe efektivet e policisë, janë efektivet e rendit e cilët janë të planizuar, janë të 7 komisariateve të kryeqytetit, megjithatë nuk janë të vetmit, pasi pas tyre menjëherë janë të vendosur efektivet e forcës së posaçme shqiponja, të cilët do të qëndrojnë në gatishmëri në rast të ndonjë shtyrie apo ndonjë tentative që protestuesit mund të kenë për të hyrë në ambientet e brendshme të parlamentit. Megjithatë, ashtu siç e do dhe protokolli, të tretët të cilët do të ndërhyjnë më pas do të jenë forcat e sigurisë kombëtare apo siç njehen ndryshe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilët qëndrojnë në gatishmëri në pjesën në afërsi të hyrjes së parlamentit dhe në rast se situata do të agravohet, patjetër që do të jetë e nevojshme edhe ndërhyrja e tyre, por pa lënë të përmendim edhe forcat e Renea, të cilët janë në hyrjen e parlamentit me autobotet ujëhelse, po ashtu edhe me pjesë të tjera të cilët do të mund të bëjnë edhe shpërndarjen e protestuesve në rast se do të ketë dhunë, ashtu siç ka ndodhur edhe gjatë protestave të shkuara. Gjatë protestave të shkuara, në fakt, pjesa sheshi përpara parlamentit ka qenë një betejë e vërtetë, le të themi, mes protestuesve dhe policisë, të cilët kanë hedhur edhe sende të forta në drejtim të uniformave blu, por këta të fundit i kanë shpërndar turmat me gaz lotësjedhës, por edhe me automjetet ujëhelse. Gjatë mbrëmjes janë vendosur kangjillat metalike dhe prej orës 6 të mëngjesit është ndaluar qarkullimi në rrugën George W. Bush, që është në afërsi të parlamentit, dhe në varësi të lëvizjes së protestuesve mund të ketë edhe bllokim të rrugëve të tjera gjatë ditës. Po, Besar, ndërkohë nga ana tjetër sa i përket aksit rrugor që është aty pranë, është i qarkullon normalisht për automjetet? Segmentet e tjera rrugore që janë në afërsi të zonës së Nënkatsheve apo në rrugën e Elbasanit janë të kalueshme për drejtuesit e automjeteve. Megjithatë, deri në këto momente është vetëm rruga George W. Bush, pra që është nga kryqëzimi i rrugës së Elbasanit me drejtim tek zona e Nënkatsheve dhe Anasjelltas është e pakalueshme për automjetet. Megjithatë, kufizimi natyrisht nuk e dim dhe orarin e kufizimit, duke qenë se nuk e kemi edhe qartë se sa do të zgjas ky tubim i ditës së sotme. Në varësi të lëvizjes protestuesve dhe të zhvillimit të protestës nga ana e policisë së kryeqytetit është njoftuar që ditën e djeshme që do të jetë një segment i bllokuar, megjithatë në rast se protestuesit do të zhvendosen ashtu siç ka ndodhur gjatë protestave të shkuara, do të ketë edhe bllokime të tjera të rrugëve. Megjithatë, gjatë protestave të shkuara, le të themi, baza e protestës ka qenë tek kryeministria dhe më pas ka përfunduar tek parlamenti dhe gjatë ditës së sotme e gjithë vëmendja e protestës do të jetë tek parlamenti dhe nuk që të ketë një zhvendosje të protestuesve, çka do të ndikonte më pas edhe në rendimin e qarkullimit rrugor në segmente të tjera. Po, Besar, do të lidhemi sërish për të kaluar me Enkelin, i cili është në hyrje të parlamentit. Enkel, gjatë kohës që bisedoni me Besarin, kemi parë edhe deputet Partisë Socialiste që janë duke hyrë ende. Çfarë do të thotë kjo që nuk ka nisur ende kjo mbledhje e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, në fakt e njoftuar që do të niste në orën 9?
Po, ende nuk ka filluar mbledhja, pasi pritet që të mbërrin të gjithë deputetët, shumica thash kanë hyrë tashmë, por pritet që të mbërrin të gjithë deputetët për të nisur dhe kjo mbledhje e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, që në fakt duhet thënë që pavarësisht se është një konsultim i fundit që bëhet mes deputetëve socialistë, tashmë Partia Socialiste ka qenë e qartë për sa i përket qëndrimit të saj në lidhje me kërkesën e SPAK për çështjen për deputeten Zonja Balluku, që kërkon heqjen e imunitetit për t'i hapur rrugë kështu edhe ashpërsimit të masës së sigurisë për heqje lirie. Ne kemi parë që në mbledhjen e grupit parlamentar të bërë nga Partia Socialiste së fundmi ku kryeministri Rama, por edhe vetë zoti Manja, që është një ndërtues i raportit të Këshillit të Imuniteteve dhe Mandateve për Partinë Socialiste, janë treguar të qartë dhe kanë argumentuar qëndrimin e tyre përse Partia Socialiste do ta arrëzojë me votë sot në parlament kërkesën e SPAK, pasi për Partinë Socialiste është e panevojshme ashpërsimi i masës së sigurisë për zonjën Balluku, ndërkohë që ndryshe mendon Partia Demokratike, e cila ka qenë e qartë po ashtu se Partia Socialiste, madje ka bërë thirrje Partia Socialiste që të hap rrugë SPAK-ut për të ashpërsuar masën e sigurisë për zonjën Balluku, dhe të dyja forcat politike që janë pjesë e Këshillit të Imuniteteve dhe Mandateve kanë ardhur sot në seancën plenare me dy raporte të ndara. Partia Demokratike që kërkon që të miratohet, pra të pranohet kërkesa e SPAK, ndërkohë që Partia Socialiste e kundërshton një kërkesë të tillë. Në nisje të seancës pritet që përfaqësues të forcave politike, në këtë rast do të jetë me shumë mundësi zoti Uert Bylykbashi, i cili do të lexojë raportin e Partisë Demokratike që vjen nga Këshilli i Imuniteteve dhe Mandateve për çështjen Balluku dhe për argumentet që ka Partia Demokratike përse duhet pranuar kërkesa e SPAK, po ashtu do të lexohet edhe raporti i Partisë Socialiste përse kërkesa e SPAK nuk duhet të pranohet. Por gjithashtu në fund fare do të jetë forca e kartonëve ajo që do të vendosë, forcë e cila nuk i mungon Partisë Socialiste. Blendi Klosi në këtë moment është duke ardhur për të futur për të bërë pjesë e mbledhjes së grupit të Partisë Socialiste. Por kemi theksuar tashmë disa herë që kjo më shumë është një mbledhje për të thirrë deputetët që të vinë më herë se të grumbullohen qytetarët para parlamentit për të shmangur çdo lloj incidenti. Ndërkohë, për të rikthyer përsëri çështjes të sotme që ka të bëjë pikërisht me raportin dhe me kërkesën e SPAK, duhet thënë që për këtë miratuar, për të rrëzuar ose për mos arrëzuar këtë kërkesë do të mjaftojnë 71 vota, gjë që për Partinë Socialiste nuk është e vështirë për ta votuar dhe për ta shprehur qartë qëndrimin e saj. Ndërkohë, sigurisht që është e pamundur për Partinë Demokratike dhe 50 mandate në parlament nuk mund të përbëjë ndryshim për ta rrëzuar apo jo këtë kërkesë, por sigurisht duket se pikërisht në momentin që do të ketë një votim, atëherë do të jetë pika, le të themi, e vlimit të debateve, ku do të presim dhe reagimet që do të kenë deputetët brenda në seancën plenare, dhe sigurisht do të shikojmë dhe çfarë pasojash do të ketë edhe në protestën që zhvillohet jashtë ambienteve të parlamentit. Enkel, përpara se të shkëputemi për publicitet dhe të rikthehemi sërish, edhe një ndalim të fundit lidhur me skenar, duke qenë se zoti Berisha në fakt thirrje i ka bërë qytetarëve, jo vetëm mbështetësve të Partisë Demokratike, por i ka bërë gjithë qytetarëve sa i përket tubimit dhe protestës ditës së sotme. Në fakt skenarët për cilët është qarkulluar dhe ka folur për gjatë këtyre ditëve janë të ndryshëm. Një ndër tyre është edhe ngujimi i disa deputetëve. Megjithatë, në vijim do ta mësojmë më qartë. Paktën me aq sa ke arritur ti edhe të mësosh deri më tani. Nga komunikimet që kam me deputetët e Partisë Demokratike, nuk flitet që sot të ketë ngujim në parlament. Kjo të paktën nuk ka patur as vendim nga mbledhja e fundit që u zhvillua dje të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, nuk ka patur asnjë diskutim në lidhje me skenarin e ngujimit në parlament. Por nuk do të mungojnë tensionet në parlament, pra që do të thonë detentivat që do të kenë deputetët e Partisë Demokratike për të bllokuar fjalën dhe fjalimet e deputetëve të Partisë Socialiste brenda seancës plenare. Ndërkohë, ndryshe nga herët e tjera ku zoti Berisha, pra për të referuar skenarit të protestës, ndryshe nga herët e tjera ku zoti Berisha shkonte në Selim Blu për të bërë marshqimin së bashku me protestuesit, deri në këto momente nuk ka një njoftim të paktën zyrtar apo dhe informal që zoti Berisha do të shkojë në Selim Blu dhe më pas të bëjë marshqimin së bashku me protestuesit, por nuk përjashtohet një gjë e tillë, por duket se zoti Berisha me shumë gjasa do të mbërri menjëherë
në parlament, pra nga banesa e tij drejt parlamentit, duke parë që do të bëhet si fillim pjesë e seancës plenare, ku sigurisht do të ketë edhe tensionet, paktën nga këto që flas nga informacionet që ne kemi nga deputetët e Partisë Demokratike, dhe pasi të jetë realizuar, pra ezauruar pika e parë e ditës, që është pikërisht votimi i kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku, do të presim çfarë do të ndodhë, le të themi, në seancën plenare, pra nga ato momente të tensioni që pritet të ndodhin brenda seancës plenare. Do të presim më pas që zoti Berisha të dalë së bashku me deputetët e tjerë të bashkohet protestës që bëhet pikërisht para parlamentit, ku është vendosur një podium, ku gjatë kohës që do të ketë seancë plenare të qetë, do të jenë eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike, qoftë zoti Bardhi apo zoti Balliu, por edhe eksponentë të strukturave të tjera drejtuese të Partisë Demokratike që do të mbajnë fjalime, apo edhe përfaqësues të tjerë që do të mbajnë fjalime në podiumin e improvizuar. Dhe më pas mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë, le të themi, në momentin kur zoti Berisha do i bashkohet protestuesve para parlamentit, ku më shumë gjasa do të ketë edhe një fjalim të tij para qytetarëve, para protestuesve, por mbetet për të parë nëse do të ketë incidente ose jo, duke qenë se edhe ambienti ku zhvillohet kjo protestë jashtë parlamentit është një ambient jo shumë i favorshëm për protestuesit, pasi është një ambient i ngushtë, ku ne kemi parë që në protestat e shkuara, kur ata kanë bërritur gjithmonë në orët e pasdites para parlamentit, ka qenë një përplasje e fortë me punonjësit e policisë, ku dhe gazi losjellës është ndier edhe më shumë për shkak të ambientit jo shumë të gjerë, siç është kryeministria të sheshi, ku mund t'i shmangesh gazit losjellës. Kjo e bën disi të vështirë, le të themi, edhe për protestuesit, por edhe të vështirë deri diku edhe për punonjësit e policisë për ta menaxhuar, por duke qenë se tashmë punonjësit e policisë kanë disa orë që kanë marrë masa, madje masa e madhe që nga mbrëmja e djeshme, por që janë vendosur grupe të ndryshme të punonjësve të policisë, janë të vendosur sidomos në derën kryesore, dhe në dyert e tjera dytësore që ka parlamenti, por edhe grupe të tjera të gatshme që qëndrojnë në gatishmëri në raste do të jetë nevojshme për ndërhyrje. Qartë, këtë falenderoj për momentin, do të rridhemi sërish, ne do të shkojmë në publicitet, të rikthehemi pas pak me zhvillimet më të fundit lidhur me këtë çështje të ditës së sotme.